punon heroin dhe quhet Ermira Lipa. Po, përshëndetje. Mirë se erdhe Ermira. Mirë se u gjeta. Shpresoj të ndjehesh komode, rehat për të folur, ndoshta për gjëra që ti si ke thënë shumë herë publikisht, përveç se historisë me Elonën që ti në media e ke thënë vazhdimisht për shkak të nevojës që ka Elona. Por sigurisht ka dhe gjërat pa thëna. Dhe shpresoj sot të jemi në këtë fushë ku të prekim ato situata që ke përjetuar gjatë këtij rrugtimi me plot sprova që Elona është përballur. Doja të di në momentin e parë kur lindi Elona, si ishte përballja me çfarë ju tha mjeku? Kur kam lindur Elonën unë, e kam lindur me probleme. Dhe kur e mora vesh që goca ime kishte një sëmundje shumë të rrallë, dhe unë ndjeva shumë keq. Dhe luftova që doktori në Korçë më kanë thënë që... Se duhet themi që ju jetonit në Korçë në atë kohë, po? Unë... ta themi... Unë jetonja në Korçë. Po. Linda Elonën me probleme. Dhe doktori më tha mua që ke lindur një fëmijë me probleme dhe nuk rron ky lloj sëmundje. Dhe unë ju drejtova doktorit, i thash, këtë ma sodhi Zoti në jetë dhe unë do luftoj deri në fund. E ka marrë gocën me bashortin tim. Pra doktori ju tha direkt që ta linit vajzën. Po ta linit, jo, mos ta marrim. Po ç'do bëj me vajzën sipas tyre? Po, ata e dinin dhe mama la më thanë, lere gocën këtu, se nuk bëhet, ose merreni në shtëpi, do roj 22 ditësh edhe goca do të roj jetë. Çfarë thua? Dhe unë u detyrova, e mora gocën në shtëpi. Që në atë moment, me njerëzit e mi, me familjarët, më ndihmuan që unë vajta në Turqi, në Maqedoni, e operova gocën. Po atje si e morën në konsiderat dhamë shpresë? Direkt e morën, e bën operacion. Sa e shpura unë e bën operacion 9 orë në operim. Aty pastaj kam denjur 1 muaj në Maqedoni. Në spital, po. Në spital. Po. Që aty pastaj më thanë që do vish përsëri mbas 22 ditësh, që gocës do t'i bëjmë një operacion në kokës se i mbledh truri ujë. Pra kishte edhe një ekzaminim ekstra problemit shëndetësor. Unë u riktheva në Korçë, aty pastaj goca po arrinte dita ditës, ju fry koka dhe ju nxi komplet valli. Aty unë e pash gocën, tash nuk është mirë. Kam marrë gocën, jam drejtuar në Tiranë. Aty kam vajtur në një emision në Alarm. Në këtë moment që juve bënit këto hapa, sigurisht ishte dhe bashorti me juaj. Ishte dhe në atë moment. Po. Dhe në atë moment ishit pra njëri tjetrit. Po, ishim bashkë. Aty vajta në Alarmi, kërkova ndihmë. Më morën ata, shkuam në spital. Aty spitalin nuk ma pranonin gocën. S'ta pranonin të ashtronin? Po pse? Nuk ma pranuan, nuk deshnin këtë ujë. Unë si e vetë me nenë, unë nuk i dinja. Si daqë në shtetëror, daqë në privat, ta bë një operacion. Dhe u drejtova në Alarmi, ata pastaj hynë në spital brenda, në drejtoria, folën me doktorin, që qarë vend pastaj. E morën gocën, e shtruan në eliminacion. Se goca arriti ju fry. Do me të arriti në një gjendje? Po, shumë të rendë. Aty e shtruam gocën, vëm ndryrje, deri sa mbarovi ndryrja goca, aty kam denjur dhe emisioni. Kamerave. Deri mbarovi operacioni, zgjati një 3 ora, 4 ora operacion. Doli me sukses. Doli me sukses. Dhe i vendosën një aparat në kokë. Që bënte drenazhimin e ujrave të kokës. Aty pastaj kam denjur 1 muaj në spital në Tiranë, që aty u ktheva përsëri në Korçë. Aty pastaj filluan akoma më shumë operacioni e Elonës, se kishte dhimbje koke. Fillon të vilte, unë nxi përsëri balli. Aty pastaj u drejtova, më dushe përsëri të shkonja në Tiranë në spital.
aty vajta në spital dhe aty përsëri nuk ma pranonin. Po, të thonin arsye? Arsyeja më thoshin se goca ka filluar që koka ju hend kur ja bëra operacionin dhe më thoshin që duhet të vesh përsëri në Korçë, aty ku jeton. Pra aty në Korçë nuk ma minin asnjë dorëzim gocën. Nuk kishte doktor specialist në Korçë. Do me thënë vajza rëndoi duke shkuar lart e poshtë. Po. Aty pastaj u drejtova stopit. Ka marrë emisionin stop në telefon, më janë përgjigju. Ata më sollën që nga Korça më strehuar në Tiranë. Më strehuar me një bonus qiraje. Më kujtohet dhe mua kjo histori tek stopi, po. Aty pastaj më paguan një vit në stopi Qiranë. Aty pastaj filluan procedurat e Elonës. Filloi Elona operimet, filluan ku i bëret operimin tjetër pastaj? Në Pesa, Po, këtu në Tiranë. Në Tiranë, po, në Tiranë. Aty pastaj filluan operacionit në Tiranë tek spitali neurologjik i bët për kokën. Për kokën. Po, pra tani kishin problem ekstra koka, po sillte probleme pas problemi. Po, nuk po stabilizoheshin operacionet që bëhen, nuk stabilizohen gjendjen. Po, aty pastaj filluam fillova në për spitalet, në për doktorat, për shembull që në fakt e përshëndes doktor Artur Xhumarin, ai ma mori përsipër, ma bëre operacion gocën, po që ma ka thënë që ka shumë operime në vazhdim. Për të vazhduar Elona Çata dhe sëmundje ka. Pra ai është treguar i njerëzishëm, jo vetëm profesionalisht, por edhe njerëzor me juve. Po. Aty pastaj fillova me historinë e Elonës shumë të mëdha. Tani, në këtë kohë që ju ishit këtu, kishit përkraje ekonomike, sepse shtëpinë ju a kishin paguar stopi, kishte gjetur një mundësi për ta paguar për një vit. Unë kur kam ardhur në fillim në Tiranë, unë kisha vetëm 200.000 lekë kempi. Kempi 200.000. Avash më shtua kempi, më bë 400. Po pra vështirësitë këtë lloj për të bërë procedurat që kempi të shtohet, ti besoj se duhet shkoje në përzyra? Po, në përzyrat. Ku e li Elonën? Në ato moment ti kur shkoje në përzyra? Me vete Elonën, gjithmonë me vete Elonën. Do me thënë ishte apo si ishte smur, kishte nevojë të rinte Elonën e minja me vete, pastaj filloi historia shumë e dhimbse se unë pata një problem me ish-bashortin. Ai nuk erdhi më me ty? Jo, ai nuk erdhi, u dorëzova, u largua, unë në sinën e vetme, luftova vetme vajzë. Minja vërdall në spitalet, në për çdo dyert e Tiranës që unë kërkonja ndihmë për gocën time. A ke gjetur më shumë dyert hapura apo të mbyllura? Po, ka raste dhe nuk më kanë hapur dyert, po ka raste dhe më kanë hapur. Po, sinën e vetme nuk u dorëzova. Luftova për gocën, se Elona vit për vit bënte operacione dhe unë trokisnja në dyert e Tiranës. Tani, për çështjen e shtyllës kurrizore, në Tiranë të jepshin shpresë që mund të ketë sukses? Hipnin, po edhe shumë ja. Po, nuk e merrnin përsipër ta bënin? Nuk ma merrnin përsipër këtu në Tiranë. Atëherë, ku i bëre operacionet? Unë në Turqi kam bërë operacionet. Dhe si e realizove operacionin e parë? Ku i gjetet të ardhurat? Operimin e parë unë kam trokitur në një... S'ka rëndësi, thuaj pa doreza mira, lirshëm. Ose don ta thuash ose jo, je lirë. Jo, unë operimin e parë e kam njohur një shoqen time. E kishte jetonte në Turqi ajo, dhe unë me besimin e asaja, unë u drejtova Erdis Naçit. Aty kërkova ndihmë. Ai me njerë me... Pra Fondacioni Shqiptarët për Shqiptarët? Shqiptarët për Shqiptarët. Ai që e ka bërë operacionin e parë? Ai më ka bërë operimin e parë. Ai më erdhi në shtëpi, që unë e falenderoj. Më erdhi në shtëpi me besimin e tij, pavarësisht se na dolën kundra njerëzit që
Si kundra? Po, ajo vajza në Mashtrovinë, Ajo që e mori përsipër në ajo që e Turqi? mori përsipër në Turqi, Aha, dhe nuk na u tregua e drejtë. korrekte, po. Korrekte. Ja bën në gocës operacionin sa me të kaluar. Do me thënë shkoj në Turqi, e Shkuam bëri në Turqi, e bëm operacionin dhe nuk e operimin. bëri si duhet? Jo si duhet, na mashtruan. Çfarë thua? Po. Edhe aty pastaj bëm operacionin, erdhi vllai Ervisi, më ndihmovi, më çovi me ambulancë. Tamam, ma shkuan që po në Turqi. Atje shkuam, bëm operacionin, po ajo vajza që na priti atje nuk na u tregua e drejt, u ktheva në Shqipëri. Fola përsëri me Ervisin, se më dushe gocës përsëri operacioni. Ai tha na mashtruan, e që atë moment vllai Ervisi vendosi të më paguante muaj për muaj një pagë për Elonën.